Eran Soili konfirmon divorcin, e provuan por kishte mbaruar gjithçka. Aktori Eran Soili ka treguar se prej 3 vitesh është divorcuar nga bashkëshortja e tij Irina. Në një rrëfim ai ka treguar se ndonse u përpoq të shpëtonte martesën sërish, asaj dhe as partneri e tij nuk mundën. Jemi ndarë kemi 3 vjet, kishte mbaruar por se kishim kuptuar. E provuam të ribashkohemi por e kupton që është të rahashuj në hava kot, thaj. Megjithatë, pavarësisht ndarjes, Erandi theksoi se mban ende komunikim me ish-bashkëshorten për shkak të vajzave, po ashtu ai theksoi se të dy gëzojnë respekt për njëri tjetrin. Ne respektojmë njëri tjetrin, kemi komunikim. Pasi na bashkojnë 2 fëmijët, kemi kaluar gjysmë jete shumë të mirë, kemi qenë mbështetje. Unë kam menduar më shumë për pjesën e jashtme, ajo më shumë për familjen dhe kështu e kishim stabilizuar në një farë mënyrë jetesën. Komunikojmë kur na duhet. Natyrisht është një gjë që mund t'i ndodhë gjithkujt, nuk është një gjë e mirë, por ne jemi përballur në historinë tona familjare, si unë, si Rina, gjej momentin ta përshëndes, por kemi pasur histori të tilla në kohën e diktaturës, në historitë familjare me halla, me xhaxhallar, edhe për shkak se kemi qenë njerëz të mirë, na kanë dashur, por nuk i kanë rezistuar presionit politik. Janë ndarë, janë rimartuar, e rëndësishme në këtë jetë është rifillimi, nuk është e rëndësishme rënja, por ngritja, shtoi ai. Nga ana tjetër ai theksoi se 2 vajzat nuk e patën problem divorcin e tyre. Gocat janë mësuar, e dinë që divorci nuk është problem. Gocat filluan të qeshin kur kuptuan se do të hyja këtu, se s'më imagjinojnë dot duke pastruar bajga. E madhja studion biologji, e vogla është në gjimnasta ai. Aktori Eran Soili u shkëput për disa vite nga skena shqiptare, pasi së bashku me familjen e tij u zhvendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së fundmi ai ishte bërë pjesë edhe një reality show.